Thoni lamtumirët diabetit pa ndonjë ilaç. Hani këto 4 ushqime. Në mbar botën po jepet alarmi se diabetikët po shtohen në masë të madhe. Edhe Shqipëria, pavarësisht shifrave dhe elementëve të deritanishëm, duket se nuk po bën dallime thelbësore nga pjesa tjetër e botës. Mjekët endokrinolog në Shqipëri pohojnë se periudha e verës është tepër e vështirë për të sëmurët me diabet, por kjo nuk do të thotë se ata nuk vuajnë edhe gjatë periudhave të ndryshme të vitit, por gjatë kësaj periudhe gjendja e tyre është më e vështirë për shkak edhe të ndryshimit të temperaturave. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Situata rëndohet edhe më tej kur bëhet fjala për diabetin e tipit 1 që prek më shumë të vegjëlit. Ky lloj diabeti vjen nga mungesa e prodhimit të insulinës. Shenja e parë që mund të sinjalizojë gjithashtu këtë sëmundje është rënja e shpejtë nga pesha dhe më tej edhe më se normale do të jetë ndryshimi i dukjes suaj. Është e rëndësishme që nëse vuani nga diabeti, të kujdeseni më shumë për çështjen tuaj shëndetësore dhe për atë që shtoni në menun tuaj. Shoqata Amerikane e Diabetikëve, e njohur për studimet e theduara në këtë fushë, ka paraqitur një pasqyrë të ushqimeve dhe aktiviteteve të cilat duhet i kryeni në mënyrë që të mbani larg problemet e sheqerit. Të dhënat e mbledhura nga studime të ndryshme tregojnë se frutat, perime dhe dieta e ekuilibruar do të luajë një rol pozitiv në uljen e riskut për diabet. Nëse vuani nga diabeti, në dietën tuaj duhet të shtoni më shumë drithra dhe fruta. Sipas një studimi të kryer nga Instituti i Shkencave dhe Teknologjisë në Universitetin e Cambridge-it, përdorimi i drithrave të ndryshme dhe masa efikase është gjithashtu për të parandaluar diabetin. Po ashtu, pas kërkimeve të shumta, studiuesit zbuluan se njerëzit që konsumojnë shumë fruta sëmuren nga 19 deri në 21% më pak nga diabeti se ata që nuk i përdorin frutat gjatë gjithë jetës së tyre. Njerëzit të cilët konsumojnë të paktën 16 lloje ushqimeve të ndryshme kanë afro 40% më pak mundësi që të vuajnë nga komplikacionet e sheqerit në gjak. Gjithashtu, trajtimi i diabetit në çdo rast duhet të jetë individual. Trajtimi i diabetit duhet të ndryshojë nga personi në person. Sipas udhëzimeve të fundit të publikuar nga Shoqata Amerikane e Diabetit dhe Shoqata Evropiane për Studimet e Diabetit, treguesit e sheqerit në gjak varen nga mosha, gjendja shëndetësore dhe ndërlikimi i sëmundjeve të personave me diabet. Sidoqoftë, nëse niveli i sheqerit në gjak 3 muaj pas trajtimit ende nuk mund të mbahet nën kontroll në mënyrë efektive, duhet të shtoni barnat në dietën tuaj. Ka vitamina të cilat duhet të shtohen në dietën e diabetikëve. Personat që përmes ushqimit japin organizmit sasi më të madhe të vitaminës K kanë gjasa më të pakta për të prekur nga diabeti tipi 2. Shkencëtarët holandez nga Universiteti i Utrechtit, pasi kanë studiuar për rreth 10 vite më shumë se 38.000 persona, hulumtuesit kanë llogaritur se konsumi i rritur i vitaminës K është i lidhur me gjasa 20% më pak për diabetin e llojit 2. Dhe sikurse citon në revista Diabetes Care, faktorët më të rëndësishëm të rrezikut për diabetin janë mosha e shtyrë, mbi pesha, trashëgimia familjare dhe sëmundje me prejardhje etnike. Vitamina K në natyrë është e pranishme në dy forma: K1 që gjendet në perimet e gjelbra dhe K2 që gjendet te mishi, djathi dhe vezët. Shkencëtarët thonë se është pikërisht K2 ajo që ndikon më shumë në uljen e mundësisë për të prekur nga diabeti. Çaji i zi. Çaji i zi është i njohur për përmbajtjen e lartë të antioksidantëve, për forcimin e imunitetit dhe rregullimin e shtypjes së gjakut, duket se ka edhe disa efekte të tjera dobipruese. Duke krahasuar efektet pozitive të çajrave të ndryshëm, shkencëtarët kanë zbuluar se çaji i zi përmban sasi më të madhe të një polisaharidi i cili mund të jetë shumë i dobishëm për personat që vuajnë nga diabeti, meqense ndihmon në absorbimin dhe ngadalësimin e glukozës. Seleni. Studimet e fundit shkencore franceze kanë treguar se niveli i lartë i selenit në gjak mund të ulë rrezikun për të pasur çrregullime të metabolizimit të glukozës, me këtë edhe diabet. Është interesante edhe fakti se ky efekt pozitiv i selenit është vërejtur vetëm tek meshkujt dhe për fat të keq jo edhe te femrat. Studimi ka zgjatur 9 vite dhe ka marrë pjesë të paktën 1000 meshkuj dhe femra të shëndetshme.
Është treguar se meshkujt me nivele më të larta të selenit në gjak kanë në 50% rrezik më të ulët për të pasur çrregullime të metabolizimit të glukozës në krahasim me meshkujt që kanë vlera më të ulta. Shkencëtarët theksojnë se është e nevojshme të arrihen në vlera më të larta të selenit në gjak me qëllim që të arrihet efekti më i mirë parandalues i diabetit. Hiqni dorë nga pijet me ngjyrë. Shkencëtarët në Boston kanë zbuluar se, duke pirë rregullisht pije freskuese të ngjyrosura çdo ditë, ju e dyfishoni rrezikun e sindromës së metabolizmit, sindrom që përfshin një sër shqetësimesh siç janë tensioni i lartë i gjakut, vlera të larta të insulinës, shtim në peshë, që rrit rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe diabetit. Shkaktari i tyre mund të jetë një substancë ngjyruese e këtyre pijeve, që ka rritur rrezikun e kësaj sindrome dhe ekspertët tregojnë se ajo mund të eksperimentohet edhe në shëndetin tuaj. Shkencëtarët gjithashtu mendojnë se ata që konsumojnë pije të tilla janë të prirur që të zgjedhin gjithmonë ushqime të ëmbla, që sjellin gjithashtu shtimin e peshës që është faktori kryesor në nxitjen e luhatjeve të sheqerit në trup. Acidet yndyrore omega 3 mund t'ju vinë në ndihmë në çështjet tuaja. Një numër i madh i studimeve kanë treguar se ndryshimet e vogla ushqyese mund të zvogëlojnë dukshëm rrezikun nga diabeti. Kështu një studim i kohëve të fundit bën lidhjen midis niveleve të larta acideve omega 3 yndyrore në plazmë dhe përmirësimin e ndjeshmërisë ndaj insulinës te personat e sëmurë nga diabeti tipi 2. Në studime të botuar në revistën Nutrition and Food Research, janë analizuar 180 persona me diabetin e tipi 2 dhe 180 pjesëmarrës të shëndetshëm. Shkencëtarët sugjeruan se acidet yndyrore omega 3 mund të shtohen listës së ushqimeve që mbrojnë kundër sëmundjeve kronike, siç është edhe problemi i diabetit të tipi 2. Në mbar botën, personat që vuajnë nga diabeti po rriten ndjeshëm edhe gjithashtu po ndikojnë drejt për së drejti në organizmin e tyre. Ndjekja e një diete të specializuar enkas për shëndetin tuaj mund të jetë një mburojë e mirë edhe për organizmin. Por nëse nuk vuani nga diabeti dhe jeni të predispozuar që të prekeni prej tij, në dietën tuaj duhet të pasuroni listën e ushqimeve. Sipas ekspertëve të Step by Health, në dietën tuaj duhet të shtoni arrat. Në përgjithësi, arrat janë një zgjidhje shumë e mirë. Çdo lloj arrori përmban një sasi të mirë të yndyrnave të shëndetshme. Këto yndyra njihen gjithashtu edhe për kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak. Çaji. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë të pini çaj me baza natyrore ditore. Çaji i jeshil ose i zi për sa kohë është rreptësisht çaj pa sheqer të shtuar. Patatet e ëmbla. Ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate që ka përfitime shëndetësore. Zvogëlon rezistencën e insulinës, ul kolesterolin dhe parandalon rritjen e sheqerit në gjak. Gjatë gjithë kohës hani një patate të ëmbël. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira në luftën e diabetit. Në mesdhe, vaji i ullirit është një element kryesor kontribues në jetëgjatësi dhe në mënyrën e jetesës së shëndetshme. Në dietën tuaj gjithashtu shtoni tërshërën. Tërshëra e ndihmon trupin tuaj të ngadalësojë shndrimin e karbohidrateve në sheqer. Ajo është ngarkuar me fibra. Kanella. Një nga gjërat më të mira për kanellën është se zvogëlon gjithashtu edhe ëmbëlsuesit që mund të shtohen në gatime. Studimet sugjerojnë se ajo mund të ndihmojë ndjeshëm në uljen e niveleve të sheqerit. Shparaguj. Ato zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve, përfshirë diabetin e tipit 2. Është sugjeruar se mund të rrisin edhe prodhimin e insulinës. Çokolata e zezë. Për aq kohë sa është ekstra e zezë, sa më errët çokolata, aq më pak sheqer. Jo vetëm që është e pasur me antioksidant, por është provuar se zvogëlon edhe rezistencën e insulinës. Spinaçi. Spinaçi është i shëndetshëm, por për diabetikët është edhe më i dobishëm. Zarzavatet me gjethe jeshile janë edhe një nga ushqimet më të rekomanduara për diabetikët, dhe spinaçi është më i miri ndër sallatat. Farat e linit, koshi natyral, avokado, kale, brokoli, fasulet, manaferrat, peshku dhe farat janë gjithashtu ushqime shumë të mira për shëndetin e diabetikëve. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.